zoti Lubunja, çfarë ju bori të dilni në protestë? Po unë për këtë kam protestuar që para 2 javësh me një shkrim. Shiko, qa bën, është ajo nevoja që duhet vazhdimisht të jemi vigjilentë si qytetar, për fat keq kjo arrogancë dhe kjo paturpsi e paparë, domethënë, e klasës politike i kam pirë njerëzit, i ka futur në koma. Dikush reziston ende, po është dramatike. Shiko, vetë fakti që e kanë bërë në 30 vjetor një vendim, kanë marrë një vendim aq të rëndësishëm, pa konsultuar, tregon që ata e din vetë se çka kanë bërë. Domethënë, është si ai vrasësi, ai kriminali që e di që po bën krim. Nuk është se ai ka një sigurisht ignorancë të madhe ka, por nuk ka aq shumë ignorancë se sa çka babzi korrupsion. Pra kjo është çështja më e madhe që duhet denoncuar në këtë mes. Domethënë, kemi 25 vjet që ndiqen politika ku politikanët në bashkëpunim me një grup të vogël njerëzish ndajnë parat, ndajnë pronën publike, grabisin, masakrojnë qytetarët, rezultati duket gjithandej i sheshit dhe këta vazhdojnë akoma dhe na flasin dhe për rilindje, paturpsisht për rilindje, kupton? Kjo është një rivrasje dramatike, ky është një turp i madh. Dhe ajo më ka sjellë dhe këtu, kjo ndjenjë revolte për ta shprehur, për të bërë thirrje të gjithë qytetarëve, sepse nuk është vetëm një herë kjo armët kimike ndodhin përditë, edhe kjo është si armët kimike, duhet ta kuptojnë njerëzit. 7 parkingje që sjellin ndotje, siç tha Sazani, kombinate poshtë që prodhojnë gaz, kupton, dhe që marrin dhe energjinë dhe edhe oksigjenin e qytetit, atë të mbeturin aq pak, janë krime një lloj si armët kimike, mund në mes në zemër të qytetit. Prandaj duhet ngrihen gjithë qytetarët. Cila mund të jetë forma që duhet zgjedhin qytetarët për ta detyruar kryetarin e bashkisë për t'i dëgjuar se jo vetëm për parkurimia, por edhe parkimet tjera të parashikuara? Forma është protesta, sepse për fat keq nuk kemi të bëjmë me njerëz që dëgjojnë, kemi të bëjmë me mashtrues që premtojnë mbjellje pemësh dhe edhe mbjellin çimento kur varin pushtetit. Kur duan të vinë pushtet na premtojnë që s'do ngrihet asnjë pallat. Tani vinë na ngrën pallate toksor mbi tokë dhe nën tokë, se ky është një pallat nën tokë, që keni parasysh do hapet një grop e madhe 5 katëshe poshtë, do rrethohet ky vend në qendër të Tiranës, do priten këto pemë, se kështu do bëhet. Ky është rezultati. Është një krim i paparë. Si mund ndalohen? Këta mund ndalohen për fat keq këta ndalohen me protesta të forta popullore. Dhe keqja e madhe jona është që neve në këtë projekt shkatërrues kemi pasur edhe ish majorancën opozitën e sotme, prandaj dhe ka akoma më pak zë populli. Kjo është fatkeqësia. Do mbetën më pak hapësira të gjelbra, do mbetën më pak pemë, sepse kur ne kemi pyetur nëse ky park do të tjetërsohet, pra nga një hapësirë e gjelbër, një parkim, do të mos ekzistojë më ky park, që është një nga mushkrit e vetme të mbetur në qendër Tiranës. Sipas Bashkisë Tiranës do mbetet hapësirë e gjelbër. Shiko. Ky është një mashtrim që i bëhet qytetarëve me idenë që shiko sa mirë do keni makina poshtë edhe po këtë gjendje që keni lart. Kjo nuk është kështu. E para duhet paraqitej projekti se kanë paraqitur projektin. Projekti normalisht në këto raste bëhen me hapje, me rrethimin e kësaj grope, me hapjen e një grope të madhe për çimento siç hidhen themelet e pallateve që keni parë ku ka parkim nën toksor, pastaj mund të hidhet një tapet. Po të hedhësh një tapet bari me një lloj bimësie që mund të rritet deri në 1 metër dhe për të zëvendësuar gjithë këto pemë dhe gjithë të tokë të shëndetshme është krim, kupton? Domethënë ajo është mos harroni njëkohësisht se nën këtë tapet do të ketë me qindra mijëra makina që do qarkullojnë, të cilat kanë nevojë për gazin e tyre ta nxjerrin diku dhe gazi i tyre do nxirret mbi këtë tapet gjoja bari, aty ku gjoja do të luajnë fëmijët. Nuk mund të luajnë dot fëmijët në një vend ku prodhohet nga poshtë prodhohet ndotje dhe gaz vazhdimisht, apo do rrinë qytetarët. Kështu që praktikisht këtu kemi një vrasje të kësaj zone të gjelbër që është nga pjesët e pakta të mushkërive të qytetit që kanë ngelur. Mos harroni se edhe në vizionin e këtyre biznesmenëve që bëjnë këto pazare, kemi të bëjmë dhe me ignorancë dhe babëzi të madhe. Shikoni Tiranën se si po i ngelen gradaqelat të pa banuar, kanë kaq kohë pa përfunduar. Kemi këtu afër një gradaqel që kemi 10 vjet gati që kalojnë qytetarët në rrugë sepse e ka zaptuar.
Edhe është bosh fare, kupton ti, sepse është dhe mungesa e vizionit që e mungesa e aftësisë për të bërë biznese të tjera në këtë shoqëri. Këta s'di kanë të bëjnë vetëm ndërtim pallatesh dhe çimento, nuk din të bëjnë gjë tjetër këta njerëz. Ngrihet pikpyetja e madhe për të pasuruar dhe grabitjet pronës publike, nuk mund të bëjnë këta që t'i japin diçka publikut dhe jo t'i marrin publikut. Ju do të vazhdoni të jeni një zë kundër parkimeve ose atyre që shkatrojnë projekte që shkatrojnë hapësirat e gjelbra. Po do jem kam qenë dhe do t'jem, sigurisht. Duhet të bërë luftë për të mbrojtur çdo metër katror në fund fare. Kjo është një luftë mbijetese, duhet kuptuar, është një luftë dhe për dinjitet. Nuk është vetëm çështje mbijetese, dhe dinjitet. Nuk mund të lejosh të nëpërkëmbin kështu, është turp të nëpërkëmbin ca palaço në bashki që kemi sot. Kupton ti? Pse duhet na përkëmbin e ata? I kemi dhe mbështetur dikur si djem të mirë gjë, edhe na dalin maskarenj, kupton? Që braktisin interesa dhe mashtrojnë në emër të korrupsionit edhe të një pushteti abuziv. Faleminderit.